Faj maksimumin tem, performanca të mundohem me sa mundësi me kanë 10-10 edhe kaq du, sepse kaq kam dorë për me bë. Thjesht du që shqiptarët të njihen sa do krenar me përfaqësimin që unë po bëj. Kjo është misioni im. Mu thaft goja, po thash diçka kundra, pse? Sepse kjo jeta që unë kam andru gjithmonë për me pas. Edhe nuk mund të flas për asnjë gjë qoftë, është edhe lodhje, thamu Zoti, kështu lodhëm tani jetën. Lexoj tekstin unë edhe domethënë goditi aq fort sa nuk e di, më vite me marr mamin telefon, më thonë mam, për të ardha. Muzika është, nuk e di, për mua është ushqim, për mua është, nuk e di, përditshmëri, për mua është jetë. Alice, kënga jote më ka bë që mas 10 vitesh të la punën sot edhe të marr avionin sot që të shkoj më najt me mamin tem për nuk e di se sa kohë. Nuk e perceptosha asherë se do përqafojt ka shumë jashtë Shqipërijet një këngë që thjesht u bën dhomë gjumit. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Hej, përshëndetje miq të Kinotekës. Mirë se takohemi, dëgjohemi për ju që na ndiqni nga makinat. Un jam Viola, përballë meje kolegu im Egon Loli. Jemi në Kinotek në Sol, do të jemi në transmetim sot për t'ju shoqëruar në këto minutat pas ditës suaj, ku urojmë të jeni lodhur sa më pak sot. Po edhe nëse jeni lodhur, jam e bindur që deri diku do mundsojmë një lloj relaksi. Përshëndetje Egon. Përshëndetje Viola, përshëndetje miq të dashur të Kinotekës që na ndiqni çdo të mërkur në 17:00. Sot kemi një episod të veçantë sepse do të shkojmë drejt, po avion fare në Vjenë, atje ku do të jenë finalet e Eurovisionit, Eurosong Contest 2026. Se kam një ndjesi unë që këtë vit shkruhet historia me Eurovisionin. Po ta kemi ne në studion ton edhe të mos shkruhet historia, do shkruhet. Nuk besoj që ka të bëj me studion ton, po ka të bëj me talentin e jashtëzakonshëm të Alice Kallaçit. Mirë se erdhe. Qa kjo super energji, ja si më kupton Arten DJ, lëshon edhe duar trokitjet madje. Hey, si e? Mirë se o gjeta. Besoj ethet kanë filluar prej muajsh tashmë që të përshkrojnë gjatë gjithë kohës, sepse e para ti je në një moshë goxha të re, me një karrierë të re, dhe po shkon drejt një ëndre të madhe, besoj të shumë artistëve. Absolutisht, është rraj me thonë që nuk kanë fillu ethet ose nuk kam emocione, por që për te etheve dhe emocioneve është një se nuk duhet përsëritëm, po është ëndër, është realisht ëndër, siç e tha edhe vetë, është ëndra pothuajse secili nga artistat. Ti hiç mos e ke merak të përsëritu sepse është moment shumë i veçantë edhe jo vetëm që të kuptojmë, por na ke nderuar edhe na ke bërë shumë krenar, kështu që nuk. Le të mos e skuqim Alisin që në fillim, mos më bani me djerës. Okej. Se un jam e bindur që shumë i vetëdijshëm lidhur me ato çfarë ke bërë apo si e? Jam deri diku, absolutisht, sepse kërkojmë për më mirë, është ajo, por absolutisht që jena të lumtun edhe të bekum për komplet dashnin që marr me masi ka nga doli. Kënga është fenomenale, dhe do ndalemi aty, do të flasim më hollësisht. Po fillimisht flasim pak për ty. Për shembull, ndjekësit e Kinotekës do kishin shumë dëshirë ta njihnin pak më shumë për te skenës Alicen. Një çun shkodran, i lindur në vitin 2002 apo jo? Yes, fix. Okej, çfarë është një horoskopi? Tesh du me pa fytyrën tënde, nëse reagon, du të kam shumë pyetje, pse reagon tani kështu. Të marrim një moment për të merr frymë Egon? Gafore. Apo je vetë se jo, jam peshore. Okej, fytyrë më. Peshore është dhe Egoni. Okej. Po Desara çfarë shenjë është? Është Luan. Luan. Është kombim meç i mirë ky mes jush. Për zotë nuk e di për tjerët, po mua më ka dalë perfekt. Flas për vetje. Inshallah dhe për Desarën. Po pse të kanë thënë që është shenjë keqe kështu që jo, më kanë thënë për Gaforen që jena kështu emocional, jo se jam i fije. Se ç'ke përmendur diçka për Gaforen ti Egon shpesh, se ç'ka një talent Gaforet, një fushë ku janë goxhat përfshirë. Po varet, po thon që
kanë intuit, kuptojnë shumë mirë dhe zakonisht kuptojnë ato pisliqet që kanë brenda. Gjonat e këqija, i kuptojnë shumë mirë, intuitojnë. Ndoshta kena pak inteligjencë emocionale. Okay. Ndoshta. Shqyr që ka akoma njerëz me inteligjencë emocionale, qofshin këta gaforre, akrep apo gjithçka tjetër, nuk e di pse përmenda akrepin. Dukshëm nuk është shenja ime e preferuar. Po gjë e mirë, domethënë nuk ka rëndësi shenja e horoskopit nëse ke pak inteligjencë emocionale të zhvilluar. Jo Marten, ty do kemi Xhan. Okej. Arten, Flasim për akrep të tjerë nëse kemi me ty. Kena tjerë po. Por shumë bukur. Okej, pra, tjetër çfarë duhet të dim për ty? Je rritur në Shkodër, ke lindë dhe je rrit aty. Po, atëherë unë jam rrit në Shkodër, jam rrit si tanë fëmijët shkodran që e kena ushqim këngën, aktrimin edhe e vetmja. Do më thonë, vakti jonë editor është me qesh, me lujt, me ba, do më thonë, vetëm hare. Kjo është ai ushqimi jonë kryesor. Kështu jam rrit edhe plot ëndra. Kam kanë plot ëndra gjithmonë, nuk e disha se si, se kur, se qa do bëhet, por thjesht kisha një ndjesi që uroj që një ditë vind të bëhet kjo ëndra e me realitet. Edhe, do më thonë, kanalizimi i parë që jam mirënjohës prej familjes teme, që më drejtonën drejt muzikës. Aty ka fillu dashnia jeme e parë me pianon, aty nisi çdo gjë. Në momentin që unë pata impaktin e parë me pianon, do më thonë prej fëmijë komplet, kështu, do më thonë, kam ndaj ta në kohën rrugë të lutë futboll. Nuk e di nolli një switch, do më thonë. U ndryva mran, dosha me di çdo gjë rreth muzikës, çdo gjë rreth pianos, dosha me eksperimentu. Klas parë, kam kanë 7 vjeç. 7 vjeç. Se pianoja duhet nisur herët. Duhet nis herët për më mirë. 6 e kam nisur unë. 6 vjeç. Qa po thu ma t'i lun piano? Ja, kam pas lujt, amator. Domethënë kam bër gati 10 vite. E bën për pasion. E bëj për qef veç të shi, e kam bër gati 10 vite, prej 6 në 16. Për shembull ti po pastaj e lash, mbase bëra gabim që e lash, nuk e di. Besoj ke bërë gabim që ke lënë. Artistët Ke bë pak. nuk të jep buk pianoja thon. Po, Megjithëse artistët që kemi varet pas, sa i talentuar je. e vërtet, artistët që kemi pas këtu në studio na kanë thënë që kjo është e gabuar. Të shti varet si... Është e gabuar të jep buk pianoja. Edhe arti. Nuk i dihet asnjëherë varet se si e marketon, se si E vërtet, është e promovon këtë kohë që jena ne absolutisht çdo gjë duhet servir në publik. Nuk është më, domethënë, e thjeshtë që të dzesh vend po thujse me çfarë do lloj profesioni që ke. Gjithsesi duhet të ketë një farë boostit, një farë konceptit, një farë rrugët që tjerë ta kenë më të perceptueshme dhe ta sheh. E vërtet është. Kjo është. Po ti ndryshe nga unë nuk e le pianon, e vazhdove. Nuk e lash, por dashje pa dashje ndihem se e kam lanë pak tesh. Pse? Sepse çdo gjë si po i bëj fast forward jetës teme nga pianoja tek kënga, por në momentin që domethënë kjo rruga jeme profesionale si këngëtar nisi në X Factor, që jam absolutisht falenderues për atë mega shkollë, sepse ajo nuk është thjesht kompeticion. Domethënë fitoria më e madhe është forma, rrugtimi edhe pjekja artistike që çdo artist i ri merr. Në momentin e parë që unë nuk theva të si këngëtar, që kjo ishte rruga jeme, pianon e lash pak. A mund të ishe bërë instrumentist? Kurioz jam. Meqense ti e fillove, pastaj je marrë edhe me kitar apo më vonë? Po, përpara, domethënë jeta jeme para se të këndoja, mas X Factorit ka kanë vetëm piano kitar. Edhe asgjë tjetër. Edhe kisha qef me shkruaj këngë. Tani, unë dua të kuptoj një gjë. Ti e dije, njerëzit e tu të afërt e dinin që ti kishe dhe vokal? E dinin, sepse më kishin, domethënë, prindë e mi në klasën e 5 më çunin tek një kompeticion që bëhet, vazhdon të bëhet në Shkodër, tek Bilbilat e vegjël. Unë aty fitova. Por për një fëmijë në klasë 5, fëmijë talentum, kënon, kaq, mu nuk ose mu jepte shumë ajo gjë. Thosh, ndodhi. Por dashnia jemi ishte pianoja. Ajo mu dukte magjike, prapa është magjike. Por kaq kishte me. Mrapa nuk e shifsha vetin, nuk e di, ose s'kishte ardhur koha unë që unë ta shikoja vetin si frontman. Unë kam lujt në tastier për grupin që këngëtar ishte, frontman ishte vllai jem. Domethënë ka kanë i parë që më hapi derën që më tha, jetu studiu lene 5 minuta, hajde kënojmë pak.
Hajde të ishti mëso këtë repertori, po për çfarë janë ta ma? Hajde të tregojmë. Është vjen nga dikush në familje ky talenti për këngën, zëri, po edhe kjo dashuria për instrumentet, pasi se kam kam pasur shumë dëshirë të mësoja të paktën një instrument, po nuk mundem, është e pamundur, nuk Mendon ti si ul, do të mul. Mësohet. Duhet i jepsh ato orët e punës. Janë ato orët e shenjta. E kam hequr dorë, mbas do ta kisha bërë shumë herët, po tani jo. Kështu që kam përshtypjen diku duhet të jetë diçka që në një lloj forme. Është thjesht një plus i madh që mund të jetë dhënën nga familja, që mund të jetë trashëguar me kudiun, por në rastin tim asnjëri prej prindve nuk e kanë ndjek në mënyrë profesionale, nuk kanë kriju një jetesë me muzikën, por i vetmi ka kanë babi që ka këndu për çef gjithmonë. Edhe çuditërisht babi është komplet e kundërta. Babi është sportist, babi babi ka palestër. Babi është nuk e di, është Isha duke ty të mos ka lujt për vllaznin. Ku më marr. Po ka kanë gati të lut për vllaznin. Babi ka kështu, domethënë episode me pjesën e sportit tham, po zotin ti e ky. A din më habit prap sot. Babi është njëri më sportiv që njeh. Po ashtu edhe me dietën, me stilin e jetesës që ka. Ne e kena shembull, po varësisht se ne nuk e ndoqme. Por babi ka pasur ditë gjithmonë shumë zot bukur, që ne e thoshim pasi si ba këngëtar më burr. Po si hau, pse shohim ne aty në televizor, i thoshim ne veçëm me vllajin. E po ja, tani babi sheh ty. Tash babim sheh. Kështu që në një lloj forme keni kompensuar ja vash atë çfarë ai s'e ka bër. Ja vash atë ëndrrën që ai nuk mujti me bë, se babi e ka pas gjithmonë pasion, paçka se ndjeki rrugën tjetër. Ti di, është kënaqësi shumë e madhe kur shet dëshirat e prindërve, edhe ato çka mbetën peng në fëmijëri apo në të kaluarën, për shkak ndoshta edhe të regjimit, për shkak të mundësive ekonomike, për shkak të kufizimeve që realizohen tek fëmijët. Edhe është realisht shumë e bukur. E rëndësishme është të jenë dëshirat fëmijëve së pari, jo thjesht të imponuara prej prindërve. Se vën diskutim, po s'besoj se ndonjëherë prindërit duan që ato që s'kan arrit vetë në jetë, ti imponojnë tek fëmijët. Pa pyet fëmijët ai duan ajo. Po në rastin tënd nuk besoj që është ky. Kjo është gjaja më e rëndësishme që të jemi sinqert pa dasht me bë shumë poetike ose të mallin gjehem. Fakti kryesor që unë jam falenderues prindëve të mi për pos mundit investimit që kanë bërë ta në jetën për mu, është që kanë kënë jashtë mase të lirë. Domethënë më kanë imponu me një mentalitet që unë të jemi lirë. Qofse ty të ndes diçka dhe ti e ndjen këtë vazhdo bëne, por mos e na lo. Edhe nuk ishin asnjëherë për me më tregu mu se ç'a të bëj ose ç'a nuk të bëj. Edhe për këtë jam me fat që kam pas ato Dua një duar trokitje për prindrit e Alis. E meritojnë. E meritojnë. Urdhëro çfarë produkti kanë nxjerr. Urdhëro. Alis, një pyetje kështu profesionale nga piano. Bahu, sa ta kanë nxjerr jetën nga 110-a? Të prelude fukat me kanë nxjerr. Të jemi sinqert, shqyr Zoti që ishin aq të vështira që unë tham prit ma kanë gjë më të lehta. Dhe fillova me mësu këngë të lehta. Prej këngëve të lehta rezultoi që unë fillova me kuptue, ja di se pas kam zot keq. Hajde të hulumtoj të shti me këngë edhe të kënoj të mësoj me lut me piano për hir të muzikës klasike, por që muzika klasike ka një vend komplet veçantë tek unë, edhe të jemi sinqert. Niveli i përgjegjësisë ose emocionet që më jepte një saxho ose një kompeticion i pianos nuk e di, nuk krahasohet me diçka tjetër. Është një lloj presioni që hala sot duart me djers. Leni duart me djers, por ka raste që mu mdelgjum edhe tham kam studiu konë Beethovenit, se e disha që ishte kthy si muscle memory me orë. Edhe janë disa gjëra që nuk harron, por është nasia. E di si është kjo puna e kësaj historisë që ti përshkruan me pianon, është njësoj dhe mua gjithmonë më vjen në mendje, se unë se bëj dot krahasimin me piano në këtë rast, se nuk i bie pianos, nuk e bëj dot edhe me diçka tjetër të cilën se kam provuar, po më kujtohet ai profesori i keq i 9 vjeçares apo gjimnazit që gjithmonë ta nxinte jetën në një lloj forme, por kur ti rritesh edhe kalon ca sfida, thua faleminderit që më ke folur ashtu apo që më ke vendosur në pa gjëra që nuk shkojnë me mua. Këtë më kujtove me historinë e pianos. Vet disiplina e ushtrimit të instrumentit është e tillë, të kërkon këtë lloj rigoroziteti edhe
Nëse ti nuk e ke vetë këtë, pak në flas nga përvoja ime që se kisha qartazi, se po ta kisha, do ta kisha vazhduar, duhet jetë një mësues i rept aty që të trimi koka, apo prindërit po them. Absolutisht. Kështu që e ka arti këtë. Po dua të të pyes një gjë sa i takon instrumentit dhe për tu zhvendosur pastaj më tej. Ti mendon që do të vazhdosh vetëm vokalin apo do të jesh edhe kantautor në një moment? Përderisa izotron, po themi, pse jo? Atëherë, unë kam shkruar gjithmonë këngë. Domethënë gjithmonë kam shkruar muzikë. Edhe të flas si një artist i ri që sapo kam shkruar një këngë, që kjo këngë mu po më çon me jetu ëndrrin teme. Shkruva nane dhe kjo është një s'di si ta them, është një satisfaksion, po është edhe një lloj kënaqësie edhe një lloj boosti që absolutisht e kam më thjesht për me shkruar vet, nuk e di si ta shpjegoj, por ndoshta nga që di limitet e mia, di pikat e mia të forta dhe kjo mund të jetë një plus absolutisht i madh. Por nuk i di e të ardhmen se më i hapun edhe për bashkëpunime që ndoshta unë nuk kam shkruar gjë, por deri më sot kryesisht jam munduar që kem dorë, sepse ashtu e kam një ma të rehatshme qoftë edhe për emocionin, vokalin edhe attitudin që shfaqin s'ken kur dal. Mendoj që në një lloj forme të bësh karrierë në muzikë apo në art, në përgjithësi, kërkon ndonjëherë edhe pak fat, sepse ne shpeshherë shohim që ka shumë të rinj, të talentuar, por që heqin dorë shumë shpejt nga ëndrat e tyre. Absolutisht, kjo është e vërtet, por që t'jem komplet i sinqert, absolutisht i duhet fat. Edhe kur them fat, nuk e di si kur të ndalë Zoti disa njerëz që të hapin disa dyrë ose të japin një dorë që ndoshta ti nuk e priqe se mund të ndodhin më përpara, por absolutisht që fati duhet takohet me përgatitjen. Qofse nuk takohen të dyja bashkë, nuk mund ta quajmë fat, sepse nuk do shkojnë tek ajo shkalla tjetër që ti don të shkosh. Por fat absolutisht që duhet, mund të them 50-50. Okej, patjetër, 50-50. A mendon Alice që po të flasim për artistët, mendon që të gjithë e kanë padur një moment në karrierën e tyre që u është ofruar mundësia e art, por jo të gjithë kanë ditur ta kapin, apo mendon që jo, fati nuk është për të gjithë? Ka raste, janë disa momente që fati të vjen troket ndërkohë që ti as nuk e ke mendën, por absolutisht që mund të them që kryesorja është që ai që kërkon gjen. Ka herë fati edhe gjehet, fati edhe thithet, fati edhe kërkohet, fati kryesisht në ato raste që mund të ndihmojnë ty për me bën ndryshimin, duhet t'i kesh pak sy të katër, nuk vjen komplet edhe rastësisht. Do të trokaste dera. Absolutisht, ai mund të jetë rasti më perfekt, por nuk e besoj që dikush duhet të rrinë me prit derisa ti trokasim dikush te dera, sepse them unë shpesh këtë. Shoh të njerëzit që marrin një diplomë për shembull, po marr edhe presin që direkt të punojnë në zyrë, po nuk vjen askush të trokas në derë dhe hey, hajde se kam nevojë për ty, jo, nuk do të diplomë. Se për shembull Viola është njëri me fat, po e ka të keq. Pse mor burr? Apo jo, ti e ke thënë. Më vë dhe shprehje. E ke thënë. Pse më kam shumë fat, po e ka të zidur. Të dojnë vendin e parkimit gjithmonë apo ç'a? S'di të parkoj. Okej, mirë. Okej. Tani, doja të ktheja pak, ndoshta pak vite në kohë, po që besoj për ty janë të rëndësishme. Duke më treguar pak për fillimet e karrierës. Nuk besoj që ti me njëherë i arritej gjërat thjesht, ka pasur edhe sfida, ka pasur edhe sakrifica, cilat mendon që ka qenë ajo që ty të ka kalitur më shumë si individ, po edhe si artist ndër të tjera. Që të filloj prej as, atëherë kalitja parë fillon të paktën po flas si Alice. Filloi që në momentin që unë u shpërngula në Tiranë. Edhe nisa bashkëtesën bashkë me Desaren. Këtu filloi hapi i parë që unë jam një individ që thjesht nuk varem nga familja. Çdo hap do marret vetë dhe çdo konsekuencë do ta psoj vetë dhe do ta përjetoj vetë. Kjo ishte e para, absolutisht që edhe në rrugë tim nuk ka qenë as pak e lehtë. Tani se me vendimin për të marrë pjesë në X Factor. Në X Factor ka komplet rastësisht. Ishte ajo periudha që unë nuk e di se më çam çote Zoti më shku mamit mas punët i thosha, mam, du me ik Tiranë, du me bë diçka se s'mund të rri. Nuk e di, du me bë, po mirë jam mam punë,
e ke tu bë, po kënon, po na mor me vllan, bën diçka mirë këtu pse. Nuk e di, thosha më duhet diçka në Tiranë, nuk e di se ç'a është. Edhe kaluan 2-3 ditë dhe merr mamin në telefon, më thotë Alis kam i lajm. Unë jam ylla sepse isha në punë. Shkruan mesazh, fillon X Factor. Ja, e shikon si ikën Fatin? Fati merr në telefon ti I fik telefonin. Po më shkruvi Fati. A të shkruaj. Mos t'i shkruasham kishte ik. Por që më tha fillon X Factor edhe unë ishte ai momenti që meta kështu I shokum që kjo pas ka kanë ajo ndjesia që po ndodhte edhe absolutisht e morra atë rrezikun sepse ishte domethënë isha I detyruar që të leja punën, isha I detyruar që të ndroja qytet, I dija që mrapa nuk mund ta bëj vajtë ardhi Shkodër Tiranë sepse do marrin gjithë atë impenjim. Edhe ishin gjithë këto rreziqet që absolutisht nuk më kanë tesh kur I shoh them si e kam lanë mur vlla ashtu direkt. Por në atë moment nuk mendoja asnjë gjë tjetër, thjesht me përpiu dhe thash do shkoj. Do e bëj sepse mendoj që ky është momenti. Mrapa gradualisht absolutisht me punë. E priseti atë finale ashtu nga ky kompeticion. Po thumë zero, unë thosha inshallah pa mundë me kënu tek audicioni I parë, sepse ti jem komplet I sinqert në audicionet e para të fshehta, nuk po flas që u banen tek shkolla muzikë në Shkodër, por që u banen tek studiet e Klanit, ishin të fshehura pa kamera, pa regjistrim. Edhe unë mardhi rralla për me këndu një fragment të shkurtit një refrenit edhe unë realisht filloj mu një dridhje durësh që të shti për mos më dhanë vetin se kishte edhe konkurrenta tjerë vap durët mrapa që mos mu dalu po në ftyrë pa munosha me majt atë seriositetin edhe atë konfidencen por jo, durët I kisha këshu edhe kjo ishte ajo gjë që thosh plak, si ka me kënu në qofë se eci pritshmërit ishin zero e vetmja gjë që doja unë ishte të mësoja vetën me publikun të hiqa ato emocionet që mu dukte gjoja ma frikshme në botë të shkelin sken, ato drita, spotlighti, kamera, publiku, kjo ishte fobia jeme ma madhe, nuk ishte frikë, edhe fun fact, unë deri vonë nuk kam kënu në sytë mamit e babit, u dukte të marshme, jo, kënosha vetëm kur e disha që tanë ka në fjetë ose si ishte kush në shtëpi, nuk ishte shans të njëtë kush me kënu, e kisha këshu. Kurse unë nuk këndoja se më xhirni nga shtëpia. Po jo, thjesht nuk e ke provu si duhet. Po guximi I madh. Duket sikur ti e ke ndarë mendjen për të bërë artist I madh. Se shiko, duke qëndruar gjithmonë me këmbë në tokë, kur ta them këtë. Absolutisht po. Por ke bërë hapa vërtet të shpejt dhe një avancim goxha të mirë që mbase diku tjetër do t'i duhet shumë kohë për të arritur. Kështu që duket sikur ti e ke ndarë me veten se ç'a do, pavarësisht këtyre pasigurive që natyrshëm ndodhin, jo vetëm tek ty që duhet përballesh me kush e di se sa njerëz në habit fare goni. Kush e di me se sa njerëz përball kur je në skem, po na ndodhin dhe ne që kemi profesione deri diku më komode në menaxhimin e emocioneve. Absolutisht, edhe domethënë kjo ishte kryesorja, por unë jam mësu ose unë kam një karakter që du të kërkoj shumë, por kjo mund ketë ato të këshijat e veta sepse nuk nalim një moment për me shiu. Jam të ankohen kërkim gjanave të reja, jam të ankohen për me kalu limitet e mia, gjithmonë du për të herë të shti, ku I kam problemet, nuk mjafton që këtë bëna në rregull, jo, ku janë problemet, kjo të merr energji, por mendoj që kjo të shpërblehet një farë mënyret. Tani, ata të shtëpisë, I besojnë gjitha këto që ti ke arritur? Jo, në fakt, sepse ma përpara, mami dhe babi bashkë me vllajën ishin të përfshin në çdo hap që unë merrsha para X Factorit. Komplet përpara, bëhet fjalë para se unë delsha për me thënë që jam këngëtar. Ma përpara aty ishin përfshim, jo sepse kjo çon këtu, por kjo tjetra mund dalin para kësaj, ai I sigurt. Domethënë kisha shumë pyetje që më bombardoshin edhe absolutisht u konsultosha me gjithë dhe u merrte një vendim. Në momentin e X Factorit, kush kishte me marr vendim? A do me shku ajo? A do me lënë tanë këta tjera për me vazhdu jetë re? Ti e din, e ke ti ndorë. Thash po, edhe me kalimin e viteve, me gjithë këto fitoret, me komplet të gjanat e mira që ndodhin, tesh më thojnë vetëm një fjalë, kur ka raste që në I herë rralli, tham, si mendoni?
Ku dinën e tjedin. Një zamër mam tjedin. Të shekon janë dorëzu, thënë. Okej, se ty të ka njek gjithmonë Zoti, thënë, ban mirë se gjen mirë, vazhdo kështu. Në tregon Çfarë të mungon diçka nga jeta jote, nga vetja jote e mëparshme, para se të bëhesh para se të i njihnim famshëm, të para gjithë. se të njihnim të gjithë. Çfarë të mungon? Kam pasi periudhë, nuk e di, për pos kenës. Për shembull Për me pos me kenës. ul në kafe mos me ti ngul syt gjithë, domethënë, me pi kafe në rehat. Kjo një si e bukur, të paktën për momentin si jam hala artist i ri. Ndoshta më vonë nuk e di se si do përjetoj, po për momentin është kështu. Është mrekulli në veti. Por më përpara kam pas një, nuk e di, një ndryshim, nuk e di me kalimin e viteve. Thjesht më përpara s'kisha frikë me provu gjana të reja, po kur them gjana të reja ishin kështu life changing si tipi X Factorit. Më përpara kam pas këtë. Okej, mundësi, pam. Tjetër, pam, nuk marrë që parasysh, nëse atesh jam i kalkuloj pak më tepër, vetëm këtë. Vetëm kjo është e vetëm Okej. gjë. Edhe u mundohesha me shiju më shumë gjanat. Pak. Po tani Tani vendos llogarit më shumë, llogarit më shumë. Llogaris më tepër, du kërkoj më tepër nga vetja, du të zjarri sa më shumë nga vetja, du të përfshi njerëzit absolutisht kur ti marr një përqafim për diçka që ti ke bërë që nuk e perceptosh asherë se do përqafohet kaq shumë jashtë Shqipërisë një këngë që thjesht u bën dhomë gjumit. e cila Kjo të shtyn më tepër se që nuk dua t'i tregojmë tani për E lash, këngën, do e t'i di, tregojmë e tek kapa. pjesa e Pjesa tjetër. dytë. E kapa, yes. Po doja të dija pak cilat janë mesazhet që të vinë më shpesh në këto kohë. A ke mamin sken? Kjo më vjen shpesh. Po pse? Kjo vjen të sken Eurovizionit. Kjo është një pyetje që më vjen. A e ke, më fal? A e ke mamin në sken A ke gjatë mamin në performancës? sken? Po si me pas në sken, mund të jetë e publiku, jo në sken. Jo. Mund të jetë e përfshirë, kam përshtypje, nuk e di pse, po s'po tregojmë gjë. Jo, po kjo Jo. më vjen shumë shpesh Janë kohët e kurioz. fundit, janë shumë kurioz. Duke qenë se edhe kënga është në anë, kështu që Edhe e bukur është. Unë marr edhe kohë mi u përgjigj i tham jo. Nuk besojmë. Nuk besojnë. Okej. Hiç mos ju përgjigj. Mirë, kështu që të shalasi s'do fitoj. Nuk më beson e mirë, më fal. Kjo, por janë edhe disa të tjera që realisht nuk mund t'i lexoj vetëm, thras desaren ose du t'i ndaj se s'ban edhe merr jetin, sepse janë kaq, nuk e di, me prekun kaq fort, sa janë gjana Histori? që kalojnë histori, ngjarje që kalojnë për te, çfarë do lloj gjaje. Domethënë këtu e shoh që arti është hyjnor. Të lutem ndaj diçka me ne. Mos më lër kështu në suspans. Okej, atëherë është një rast që më ka prek jashtë maset, e kam përmend edhe po e përmend prapë sepse më ka prek shumë. Më kishte ardhur vetëm një mesazh në Instagram që më kishte nis një video që shikohej vetëm një herë, edhe e hapi atë video edhe ishte thjesht ky personi në avion. Kishte ka pjesën e jashtme. Edhe, okej, pash kaq nuk kuptova gjë dhe mbylli videon edhe ishte një shkrim i madh poshtë. Thot, Alice, kanga jote më ka ba që mas 10 vitesh të la punën sot edhe të marr avionin sot që të shkoj më najt me mamin tem për nuk e di se sa kohë. Faleminderit Alice për këtë këngë, përqafoj. oh, sa e bukur. Kjo më... E mos e la për më vonë të qanim, jo tani, e gon ti e ke fal. Këto janë, nuk e di, këto janë gjanat që unë nuk e shoh më artin ose nuk e shoh më të muzikën si punë. Kjo kalon për te çfarë do lloj gjajet edhe kjo është arsye pse kërkoj më tepër. Kam përshtypjen që gjërat që i shes si punë nuk bëhen mirë. Absolutisht, absolutisht. Se po nuk pati qoftë edhe pak emocion, është një gjë ku ti po çon veten dëm, praktikisht. Çfarë është muzika për ty? Muzika për mu nuk jam i mirë për mu shpreh me fjalë të mëdha. Muzika është, nuk e di, për mu është ushqim, për mu është, nuk e di, përditshmëri, për mu është jetë, për mu është një dimension komplet tjetër që çdo kush mund të jetojnë në dy kohë, njëkohësisht, por që mund të jetë edhe si një streh. Nuk e di, muzika për mu është për te çdo lloj gjajet. Është Dhe me që ti fole për muzikë dhe muzika për ty është për te çdo gjëje dhe për ne është po ashtu ushqim,
edhe nëse nuk dim të bëjmë muzikë, është ushqim për shpirtin, për mendjen, për ato ditët me mbi ngarkesa të mëdha. Absolutisht. Kështu që shkojmë tek hapësira muzikore dhe pastaj do rikthehemi pra bisedës. Yes. Ta dish se nana, po ju nana ju, po ju përcel nana në praga të ngel në ter. Dy javë të fjeti ku kjo fer, kur po fjet mojnan, se malim tha. Masu mërësit, nana ka me të prit. Nënat asnjëherë nuk lodhen nga pritja. Refreni i këngës fituese në radio televizionin shqiptar festivalit të 64-t. Diçka ta ndjeu dhe thoshe këngës fituese të Eurovision. Na diçka ma ndjeu në fakt. I Faleminderit për gabimin, faleminderit. Ej, Alice, po kur e vepër, Thank you. si është historia e tekstit, narrativës së nan, simbolikës së kësaj kënge? Jam shumë i lumtun që ka nis pa plan. Që jam, domethënë, vetë jam koshient që ishte komplet emocion edhe çdo gjë ndodhi pa dashje. Çfarë do të thotë? Desara kishte pa një si tip andret që dëgjote një za që thote pafshim nan. Edhe për kësaj ishte frymëzu dhe domethënë komplet punën në vedi, s'm kishte thënë mua se o e gjajt, kishte shkruar tekstin. Edhe një ditë bukur, ka kanë gusht mos gabohem, unë isha të ndajt me kitarë në dorë, nuk isha as i plan për ditën, as i lloj gjë, thjesht isha jamming me kitarë, kaq, me kill time. Më vjen Desara më thotë, hey Alice, kështu krejt, shiko, kam shkruar këtë tekstin, edhe okay, se Desara shkruan shumë, edhe i dashuroj tekstet e saj në mënyrën se si shpreh komplet figurat. Lexoj tekstin unë edhe domethënë më goditi aq fort sa nuk e di, më vite me marr mamin telefon, më thonë mam, prit se ardha. Domethënë më goditi fort sa u çova direkt pashi ishte e nevojshme që të shkojnë në piano, sepse unë nuk para prekim për i teksteve, por kjo ma dha, domethënë direkt mishi kokër. U ula edhe direkt, domethënë të janë të gjana që nuk arriti shpjegoj se si, domethënë janë komplet papjon, prap nuk arri me kuptu se si edhe mu më doli kjo lloj melodijet, bashkë me bridge-in, bashkë me strofen, nuk e di se si, por janë disa gjana që nuk shpjegohen, thjesht dalin edhe ndjehen. Shkruva strofen, bridge-in, refrenin, direkt e regjistrova demon e parë, marroj aty. E majta edhe po e gjosha vetëm, do më thënë po shijosha vetëm, bashkë me Desaren. Më rastisi që mas një ditet ose 2 ditësh mas ka bom, shkova në Shkodër. Edhe më thëtë mami, ke ba në i gja të re, që i të punu për në i gja, më thuj planet. Po mami thëmë vetë, kam ba këtë, shiko, edhe i tregoj demon. Mami e person që e manë shumë vetin, nuk tregon shumë emocion, është për majtëm. S'ka, mi dal lot asaj, s'ka shans. Edhe tregoj kangën, vazhdova, si që tregoj çdo demo. Qa ke moj mami, thëmë, sjellë pak, sjellë. Shumë e bukur, mami. Meta, adin meta u shokova se thash okej, do më thënë, kjo kangë po që realisht ka diçka dhe nuk ishte vetëm ndjesje, se për artistin shkruan një këngë vetë dhe mendon okay, absolutisht që gjithkujt mund t'i pëlqejnë ose ana seltas, secili ka një emocion të momentit që i vjen, por nuk arrin ta dëshmojnë pa e një edhe një grup tjetër, për me pa realisht ashtë i njëjti impact që artisti mund të mendojnë se ashtë. Edhe kur nolli kjo me mamin, unë po fillosha me përjetu edhe vetë shumë, nuk ishte rasti që e nisha kangën shpesh edhe më jepte një ndjesi, nuk e di, ishte për te gjithë fort do i gjë që unë kisha shkruar më përpara. Edhe është një fakt që mbasi morra vendimin, sepse e pasit nevojshme që unë
Unë e kisha do mendin që mas 10 viteve do marr pjesë tek festivali këngës, edhe do vi me i këngë që shpresoj të shkoj për Eurovision. Kështu e kisha planifikuar në mendin tim 10 vite. Ajo intuita ka forës për... Ja, bravo, është mjaftë. Është mjaftueshëm vite që unë të rritem artistikisht, të vi mrapa me një këngë që mendoj që unë mrapa mund ta zotnoj edhe Eurovisionin, por që e kisha lanë. Kur doli kjo, thash, jo. E du këtë këngë jashtë, e du se s'bën këtë këngë jashtë, nuk mund t'a lë këtë këngë thjesht me një ose me xherr si single, e dosha orkestrën, sepse ashtu më vite, domethënë për me tregu komplet historinë, emocionit, tjetë komplet ajo mënyra transmetimit elegant që orkestra i bën. Po ashtu edhe anën pompoze, tana gjanat, çdo komponent. Vendosa. Thash herjetit, thash kam ardhur me një këngë. Edhe komplet kjo rrugë është kështu, domethënë planet tona ishin kështu, unë shkova kthej. Sepse merr jetën ne po punonim ne kishim marru 5 këngë. Edhe ato 5 këngë ishin shumë klub. Okej, energji, vibe. Vetëm vibe, vetëm energji. Edhe unë vi jetit aty dhe kam shkruaj këngë dhe ai po pritet me këtë planin që kishim. Okay, mendni, sa energji ka kjo, më shumë se të tjerat. Ulëm pianon. Sa më ka pa të ulëm piano. Mos ta iku projekti. Dështuam krejt, a? Qa banë mor, burr. Hama mami, burr, që pak. Jaknova, absolutisht edhe rjeti për qafoj ramen dashni tanë kështu komplet edhe i hi me detit në kam. Edhe komplet kjo rrugë, qysh momenti që marrë me vendimin për me marrë pjesë, ishin deadline-et sepse kam dorëzu këngën shumë vonë, 5 minuta më vonë ta dorëzoshim nuk do ishte pranu, ishin gjana që ne po i bashim kështu shpejt sepse e doshim realisht këtë gjë. Dhe domethënë ky proces është një lloj historie që unë domethënë tham shqyr Zoti që të nolli kështu që unë të kuptoj edhe të mësoj që nëse i vërtet me emocionet e tuaja me vetveten çdo gjë do të transmetohet në mënyrë të tillë. Të shpërblen, patjetër të shpërblen. Do dalin njerëzit kanë më thjesht me marrë emocionet që janë genuine, që të vinë pastër. Edhe kjo më sepse kjo na mungon, Alice, ne na mungon shumë në ditët e sotme emocioni vërtet. Yes. Pra ta gjesh veten brenda diçkaje, qoftë kjo një këngë, qoftë kjo një shfaqje teatrore, qoftë një pikturë, po themi, ti duhet gjesh një gjë që të mban aty dhe ti ke prekur një plag të rënd të shoqërisë shqiptare, që është emigracioni. Po jo vetëm emigracioni, ne diskutuam edhe pak përpara, po është edhe gruaja shqiptare. Gruaja shqiptare nuk u lodh kurrë nga pritja. Nuk u lodh kurrë së qeni nën pas çdo sakrificave dhe së pasuri atë fisnikërin që e karakterizon. Absolutisht po. Kështu që është tekst goxha i fortë. U preka unë tani. Është e vërtet në fakt, është e vërtet. Shumë gjëra që ne i kalojmë pa i menduar në dietën e përditshme. Po të ndalesh pak, zbulon një botë shumë zimshme. Absolutisht. Edhe me shumë gjëra që mund të mësosh. Sa herë ke qartë deri tani teksa e ke dëgjuar këngën apo ke parë reactions që njerëzit bëjnë? Kam qatë, tham drejtën, nuk më ka bënë dhe i këngë me qa më shumë se kjo. Jo se ishte e jam, kjo ishte e gjë që nuk po arrisha të kuptosha, që ka mërë kjo këngë që më preka shumë, nuk e disha. Edhe një këngën pak citohet pak gazmore me Desaren, sepse ne ishim po thujse në deadline, edhe unë kisha për me finalizu këngën në 100%, sepse deri në ditë ishte thjesht një demo. Dhe për me dorëzu, do bate strofa 2, do bate kur pa vjen majnan, pjesa fundit do paketote kënga. Edhe nisa në ditë komplet professional. U nisa kështu, qova nadi sot do mbyllet kënga. Ula poshtë, marra kafen, me letër në dorë, me laps, ula të studio, se e kisha dama në krejt professional. Dhe kufjet, edhe tu e me kafe. Lene që më goditi prap. Dhe unë më dolin lot. Më dalin lot prap, edhe po shifë që s'po mundë me punu, mëse s'po mlete, dhe më thanë vetëm përfshite, nuk ishte shansë që unë t'aftoh, edhe ta shof thjesht hadi se du të mbaru puna. Më përfshite emocionalisht nuk ndalte. Qa bana nalim pa, se s'punosha do të. Qohem shkajt e Desare, për mi thanë që s'po mundë me punu do të shaf Desaren.
Edhe ti tu qa. Në kishte kap të dy va dit, mo zot se di. Kush e di s'planet ka qenë në prapa vit. Po mirë ju kishte kap ju dy, po na kapi dhe ne të dyve tani. Ne të dyve kurse Arteni çan të paktën një herë në ditë. Ndoshta Arteni nuk ma fal që e thash këtë, po. E dëgjon çdo ditë edhe qan të paktën një herë në ditë. Pa një boll, po kur e kam pa deson, e ti tu qa, po. Alice, për të bërë kështu një shkëputje të vogël, po që unë të kuptoj diçka për teje. Ky ishte një rast i veçantë që ti shprehë një plag ose një gjë të thellë shpirtërore, një ndjesi të kësaj natyre në muzikë apo e ke bërë dhe herë tjera? Që plagët i ke shprehur të muzikë. Ti jemi sinqert, unë e kam marrë thjesht paktën me shkruaj muzikë mbi diçka që unë e kam përjetuar vetë, diçka që unë realisht e ndjej, çfarë do lloj dhimbje, çfarë do lloj gjendje emocionale. E kam marrë thjesht për me e përçuar muzikë dhe unë t'jap atë maksimumin tem si artist, qoftë edhe nga ana e performimit. Por kjo ka kanë kryesorja. Absolutisht. Nëse do shkruaje një këngë në këtë moment të jetës, për atë që ti po jeton. I tesh? Cilës doja dedikoje, pra cilës ndjesie? Ti jemi sinqert, duke të marrë komplet overallin e gjanave që ka ndodhur, është diçka komplet energjike e gjanave që kthehen në realitet, edhe realisht u kthej kanë realitet. Domethënë, mund kishte kanë ku diun, besonin mrekulli, ndodhin, realisht ndodhin. Mund kishte kanë një temë mbi këtë gjën për momentin ku jam sot. Ç'a zhanri mendon? Bukur kjo. Zhanri. Po, tash më ke zan. Nuk e shoh dot ritmike unë. Absolutisht ndoshta mund kishte kanë edhe një balad majore, do ishte pak më jo minor, po e trisht, po në major pak më gëzueshme po them. Po ndoshta mund ta kishim futur edhe elementin funk me Rjetin, sepse Rjeti përveç se është një producent monster, është edhe një instrumentist i shkëlqyer. Dhe Rjeti, domethënë, un kam fatin që punoj me Rjetin sepse tashmë problemi i zhanrave për mi kthy në këngë me Rjetin nuk është një problem. E di që ai marron për me lujt funk, marron për me lujt çfarë do lloj zhanrit, edhe ai e zotnon. Por mendoj që mund kishim futur edhe disa fragmente funk. Bukur. Energjike. Nice, super. Për të rikthyer tek Nana dhe tek festivali i 64 në RTS, të cilin ti e fitove, e prisje që të shkëlqeje? Po themi gjatë, ti ishe natën e parë apo natën e dytë, ma kujto pak. Unë kam kanë natën e parë. Pra, prej natës parë deri në natën finale. Prej reagimeve, prej asaj që ti mund të kuptoje ose intuitës tënde prej gaforeje, a e prisje që mund ta fitoje apo shifje konkurrencë, nuk e di, tash patjetër se artistë mirë ka, nuk e diskutojmë sigurisht. Ishin shumë këngë bukura edhe në momentin që kënga doli dhe morri atë hovin e vet, u përqafu për njerëzve, mesazhe po mvishin pa fund. Deri diku unë paktën të Sara Rjeti e pame si ishte misioni arritun. Kjo ishte ajo kryesorja, sepse realistisht ta thash më përpara, plani im ishte 10 vite. Dhe thash, pse po marr pjesë këtë vit që paktën kjo të jetë jashtë, edhe të përqafohet. Edhe aty misioni jon më thojza për momentin, sepse s'dishim se ç'a do ndodh, ma vonë marroj, sepse arritëm atë që doshim. Njerëzit po pëlqeshin, njerëzit u dashuronin me këngën, ne morëm një satisfaksion, një energji për njerëzve që nuk ka çmim. Edhe deri aty ishte çdo gjë perfekt. Me kalimin e kohës, absolutisht. Fillu ta kuptoj që mund të ketë një gjë më shumë këtu. Mund të ketë diçka më shumë, po ndoshta, na çmim mund ta marrim, mund dalin. Po fitut parën, po e mirë. Kur ishit në këto ujëra që po unë edhe po ta fitojmë, se dim. Fillove ta mendoje Eurovisionin apo jo, në atë moment jo ende. Ti jemi sinqert, unë kam këtë në momentin që unë kam për dalë në skenë për me performu një material që njerëzit po e përqafonin, nuk du t'i la njerëzit poshtë. Edhe kjo m'jep mu një farë përgjegjësie që unë jam këtu. Ja ty, në atë moment. Po, ta kryj këtë herë, në qofë se unë bajat performancin që du, tjerat let vinë ose let shkojnë.
por kjo më ndodh me mua, nuk ka se kam shumë të hapun atë pjesën e planeve, por ndjesit ishin, duke pa dhe për qafimin e publikut, why not, ose vjen Se në funditës publiku është mbreti, kështu që kjo ishte, thash, ne e krymi misionin e parë që ishte për qafimin dashnia e publikut. Yes. Dhe që për hir të vërtetës, vitet do ikin, po kjo është ndjesia që se ngelet. vitet ikin, apo si është ajo? Aty, se vitet ikin tutje, e ikin një nga një, se vajzat zbëhen plaka, rinia o nuk vjen më. Nuk vjen që me bërë, po. Dhe në fakt, kjo ndjesi është ajo që do të ngelet përjetësisht. Absolut. Ndjesia që ti e ke dhe në publikut, pavarësisht çmimit të parë, pavarësisht performancës dhe çmimit inshallah o zot në Eurovision, po ajo që do ngelet është ngoja. ajo që do të ngelet është ndjesia që Absolutisht. nesër pas nesër fëmijët e mi kur të rriten do të gjojnë makinë Alisin. Ti mos më bën mu me qatesh, mos e mirë. Apo do të pidhon me qajtë dhe boll më bëre ti me qajtë më. Fal, për çaj mojun këto. E pra një arsye duhet ta ketë. Një arsye të fortë duhet ta ketë pse i mban ato, kështu që. Çaj rahat më se merr vesh kush. Ai sa e mirë po. Po pse keni kaq vështirë ta pranoni që Shani ishte këtu? Jam. Unë pse dallohem ajo. Jo. Kyç. Çfarë pret nga Eurovisioni? Çfarë mendon që do ndryshoj Eurovision në jetën tënde? Për zotin jam i thjesht. Ore, ne mirë që të kapëm tani dy para Eurovisionit, se pastaj kush të kapte? Po ç'a po apo jo, e kam gabim, e? Ke shumë gabim, ta tha sa ardh më ç'a bëhet tu, më ç'a ky vend më. Ka realisht është kështu më si Shumë faleminderit. Si në shtëpi, si disi ta them ndryshe, jam super rahat. Faleminderit. Nga Eurovisioni e vetmja gjë është që një gjë që kam bërë deri më sot. Të paj maksimumin tem, performanca të mundohem me sa mundësi me kanë 10-10 edhe kaq du, sepse kaq kam dorë për me bërë. Thjesht du që shqiptarët të njihen sa do krenar me përfaqësimin që unë po baj. Kjo është misioni im. Kjo është targeti i parë. Pastaj të tjerat, qofse do vinë, do vinë. Shiko, ne kemi të thjesht të bëjmë pyetje, se s'kemi përgjegjësi. Yes. Por a e ndjen peshën e kombit mbi shpatullat e tua në këto momente shumë e rëndë? Kjo është që thash, dhe më thënë, në performancë mendojnë që duhet jetë kjo, apo do t'jesh i çlirët edhe nuk do t'i mendosh këto gjëra, po të nuk mund ta themi. Ama se më bën përshtypje për shembull kur diskutohet edhe me çunat e kombëtares para ndonjë ndeshje të rëndësishme, domethënë që i vën pesha e stërpeshat më. Po jo vetëm para, po. Deri çunat të luajnë obur tash. Po edhe pas, nëse bën një gabim, un kujtoj kur ka marr pjesë Aurela Gaçe në Eurovision, praktikisht e masakruan për atë notën që i shkoi keq. Për një notë. Për një notë, po. Ndërkohë që ishte bish në skenë dhe ishte edhe shtatzan, ishte edhe pak shtatzan. Por t'jem komplet i sinqert, absolutisht festivali ishte përfaqësimi jem, i Alisit, si këngëtar, si artist i ri, me një këngë të re, kaq. A thënë do përfaqësoja veten fundit edhe askën tjetër. Eurovisioni ka këtë peshën tjetër, si që tha edhe ti, që absolutisht që ndjej, por do mundohem që këtë peshë ta kthej në forcë, sepse është një emocion shumë i madh, edhe këtë pyetje unë ta kisha kthy përgjigjen taman momentin që shkeli tek skena, domethënë provën e parë. Aty e dalloj të shti si do e përjetoj. A do e ham, a do më ngrin. Por që mundohem gjithmonë që komplet këto ndjesit, outputet e jashtme t'i kthej në forcë. Domethënë përgjegjësitë e tjera mundohem t'i kthej në karburant. Mundohem t'i marr për energji. Nuk më ka lënë balë deri tash për momentin. Për të kuptuar pak si funksionon Eurovisioni, nga pikpamja e infrastrukturës, nga pikpamja e organizimit, ta lehtëson apo të ngarkon gjatë provave? Se kam dëgjuar që provat janë shumë intensive atje, se janë shumë artistë nga gjitha shtetet, edhe nuk është se ke të gjithë kohën tënde më të mundshme për të gabuar shumë edhe gjatë provave, se ke një numër të kufizuar. Tani nuk e di, mbasi jam gabim, nuk e di,
T'jemi sinqert, nuk as e di edhe unë më shumë se ti për momentin, Okej, sepse okej. është herët ne ideja është tesh për momentin vetëm po bëjmë skicën edhe plani tjetër Okej. nga aja te zhëja. Okej. Por në praktik do vet momentin që ne do shkojmë atje Okej. edhe ajo është ai momenti që shohim skicën me ngjyrat është jashtë, ajo që kena dash me dal apo jo. Ali, si që është kjo shpresoj. puna e veshjes që kishte përgatitur mami yt? Mami ka përgatit veshjen tek festivali i vjet, edhe tek dala jeme në Bullgari. E bani mami. A jam jep fatmar sa herë mvesh. Pra nuk e di, kam përshtypjen që Nuk e di, nihem kështu, si sigurt. Por që mami është, domethënë mami është artiste. Mami ti them artiste, domethënë ka dorë për çdo gjë. Mami është ai personi që çfarë do lloj nime ti kërkosh, ajo e ban. Edhe absolutisht edhe me pjesën e veshjes mu më ka shoku, sepse unë gjithmonë isha aty se mami është edhe rroba çepse. Unë isha ta në kohën aty rrotull si fëmijë i vogël, të i marrë copat, i treça gërshanë, thotë ku ma le, nuk e majnë me kap shumë banjo, ku di unë. Edhe kam pa komplet procesin që mami bate gjana çuditshme të bukura. Por absolutisht që Eurovisioni vetëm për shkak të impenjimit është një nivel veshjes shumë i madh, është edhe çështja e kohës, është edhe çështja e transportit, e provave, nuk ka se kam mujt që me bashkëpunu shumë me mamin për këtë projekt të Eurovisionit. Edhe pse do doja me zemër, por që prap inputin e vetë e kaja, nuk rrin het shafer që ki bo. I marrë ato konfirmimet e saja, por që je kështu. që zakonisht është konfirmimi i vetëm për cilin e kemi ndonjëherë nevojë në jetë. Kështu që Absolutisht. patjetër që ti bën shumë mirë që e bën një lloj konsultimi Normal. përpara se të marrësh qoftë edhe vendime shumë të thjeshta në jetë, jo më në gjëra që kërkojnë goxha seriozitet. Normal. Për ta bërë përfundim. Shiko, më lejo të ta bëj edhe këtë pyetje. A ke frikë se mos zhgënjen dikë? Në qoftë se po themi ti mendon që performanca jote nuk është në nivelin që ti do. Absolutisht. Se ne mund të themi që ishe i shkëlqyer, po ti thua jo, sisha, nuk Atëherë, unë të vetmi person, absolutisht janë personet që mu m'japin qoftë edhe energji, sa do pak unë qysh aty kapin, qoftë edhe për jushma. Da më thonë, këtë e kam me energjin që m'japni, absolutisht unë duhet bëj maksimumin që me dhanë mrapsht. Edhe kjo është përgjithësi për mu. Edhe uroj që gjithë njerëzit që mu më kanë rrethu me energji të mirë, që më kanë ndihmu dhe më kanë dhënë të janë, kjo është e vetmja frikë që kam, që kjo mu më shtrydh për me bë për te limiteve të mia. Nuk duhet la kërkën bosh që më kanë ndihmu. Duhet të ignoroj. A të lodh ndonjëherë kjo angazhimi gjatë një situate të tillë sikurse është pjesëmarrja në Eurovision, ku duhet gjithkohën të jesh publik, duhet gjatë gjithë kohës të ekspozohesh në mënyrë që të promovosh patjetër imazhin tënd dhe të gjithë të njihen me cili është përfaqësuesi i Shqipërisë. Po kam përshtypjen në një pikë bëhet e lodhshme. Të lodh ty? Mund të ketë disa raste që mund të lodhem pak fizikisht, por t'jem komplet i sinqert, si është ajo shpreha, mu thaft goja, po thash diçka kundra, pse? Sepse kjo jeta që unë kam andru gjithmonë për me pas. Dhe nuk mund të flas për asnjë gjë, qoftë është edhe lodhje, thamu zoti shtu lodhem tani jetën. Ka edhe raste absolutisht, por është lodhja më e bukur mund të them. Si është një ditë e zakonshme e jotja? Mos e pyet tesh. Hajde pra. Mos e pyeti tesh. Po Se ndonjë nerv gjatë ditës edhe mund ta kesh, Pa, se s'besoj që ka qishet gjithkohon. pa, kam një cop nervit. Po që me batesh, ha? Po, se s'du me bë kështu si xhanun i shekullit, por që, do me thonë, kryesisht ditë shkojnë me shumë takime, absolutisht që, do me thonë, se cili orar duhet t'jetë një mas që unë t'jap maksimumin tem për çfarë do lloj gjaje që është. Por janë takime, intervista, është prova që unë i baj vetëm, pastaj prova dhe për pjesën e skenës, koncepti, përgatitja për se çesh të thonë diçka që nuk supozohet ta jap si lajm. Pa dashje, ja çesh të thonë pa dashje, ups, pshtova. Oj, pa dashje thuaj. Përgatitje, jo shiqër se thash. Kjo është dita jeme, vetëm përgatitje, takime edhe
Po qa ishte kjo që se the thuaj edhe një herë? Apo unë të e thonë kështu direkt, po ma është Mirë, tani pjesë e ditës son, e përditshmërisë son është bërë patjetër edhe kënga Nan, të cilën ne ju ftojmë ta dëgjoni tani, qani çiksa. Edhe i kthehemi. Si u bën keq, ë? Nuk i bën keq, ka nga ata që e sugjerojnë si terapi, kështu që dëgjojmë Nan. Dëgjuam Nan nga Alisi edhe ishte edhe një herë për të gjithë ju që nuk e di domethënë se qa mund të jeni ju që se dini ende, po ja po ju a them për ata të gjithë që nuk e Bëuni din. gati në 14 maj. Është kënga fituese e cila do të jetë në 14 maj në skenën e Eurovisionit në Vjen. Dhe pastaj nga 14 maj në 16 maj natën finale. Dhe natën finale. Kryqëzojmë gishtat. Kryqëzojmë gishtat. Po, unë besoj se do të jetë në 16 maj. Shiko, kam gjetur 2 herë rezultatet e ndeshjeve të kombëtares. Po mi thuj edhe mua. Po ç'm lëm shumë e prita kaloj as kaloj. Ma thujtesh të rri kështu atje. Kështu që zakonisht nuk është se gaboj. Okay. Alice, kot, duke e dëgjuar tani së bashku këtu po mendoja. Po ja bëm vaki që në 17 maj ti zgjohesh fitues. Wow. Se Qa do bësh? Do me thënë ti po garon si i barabart me gjithë ata të tjerët, po themi kështu. Në një song contest. Ja bën vaki që fiton. Leon. Si thoshte Uruguay me Brazilin atëherë, ore, Brazili më vend i madh, po në fush 11 me 11 jemi. Bën vaki. Bën vaki që si dihet, nuk i dihet. Bën vaki që e sigur që do pi kafe. Sigurt. Do të thënë do ku e di Me sheqer pa sheqer. Me një. Okej, me një sheqer. Si tha, nuk e di ne ke parë filmin me Olgën, Zonja nga qyteti. Zonja nga qyteti. Violeta Manushi. Ma bëj të fort, ma bëj të ëmbël të më mbleti zemrën, i tha ajo kur mori veç ishte fejuar vajza, kështu. Po, noshta. Do jetë tepërt në kuptimin e adrenalinës e gjithë bekimi që Zoti mund të jap, mor Zot ndalu, mor mbaj mor dorën. Kaq mirë kam ba, a din, është kështu momentesh, por që nuk arrit ta konceptoj, nuk di ç'a të them. Po, noshta do shaf kupën, do shaf josh, nuk e di, do non diçka. E po e fitove, besoj Eurovisionin do zhvillet në Shkodër, jo në Tiranë. Në Shkodër Loce. A kështu i vjena? Po, kështu i vjen. Po për Zot. Se i shkon se edhe përfaqësimi nga shkodranët e Shqipërisë në Eurovision ka qenë dinjitoz realisht. Padyshim. Në disa raste. Në momentin që bëhet Shqipëria është krenari, kështu që kudo që të jetë është e njëjta gjë. Je I pari shkodran që dëgjoj të flasim me kaq modesti? Pa hama i ma se në enregjistrim. Se dola që e di që se ke keqti, se ke gabim në fakt. E kanë pak në natyrë, po jo, Alisi nuk e ka çuditërisht. Se po u dalu në mbrojtje tash, po me gjithë qytet artistë që kanë, po e kanë një farë drejtë tani. Unë nuk po them që s'kan asetet, i kanë gjitha. Po, kështu që patjetër edhe në një farë pike. Tani, dua të më thuash momentin më të cikletshëm tënd në sken. Ke pasur ndonjë? Kam një. Jepi. Kam një që nuk e ndroj. Edhe uroj mos ta përjetoj më, sepse ajo është përveç me jetë, mendoj që është më kthi çdo këngëtarit. Ka qenë nata e 4 e X Factor, mos gabohem me 4-ta, që unë kisha për të kënduar Sus të Rona Nishliut. Edhe ne I përzgjatshim këngë në ditën e diel. Domethënë, mas live show-it vjen e diela, përzgjathin këngën për javën tjetër. Ishte e diel, u përzgjat kënga, çdo gjë okay, këngë e vështirë, o zot, ishte ai momenti që a do e bëj dot etj etj. Shumë bukur, zgjom të hanën për mik prova. Mute, u çova pa za, nuk flisja dot. Domethënë isha I fshirë komplet. Nuk e di se çka kishte, nuk më kishte ndodhur në jetë time që unë thjesht të zgjohem të nesërmen pa za. Okej, call etj me çajna, prap flitsha. Këtu nuk mujsha me xher asnjë fjalë. Isha komplet mute. Më kapi ankthi, më kapi paniku, më kapen tana, thash, hajt, okay, se ndoshta është dita parë, ku që di se çka ka ndodhur, ças morr ata në farmacinë në shtëpi. Asi gjë nuk po mbate, shkoj e marta,
kishim prova, e mërkura, prap prova, unë prap mute, dhe isha në pikën që i thoshe, amon, që ndodhë në qosë s'knoj. Që nuk, absolutisht që ti do këndosh, se do dalesh aty, edhe do dalesh se s'ban. Se këtë dosha dhe unë, nuk dosha me ikë, se u smura, se më vite të marrë. Po nuk po arrisha me dhanë shpjegim. Shkoj e entja, provë generale, isha gjithkohës të i thanë, a jeni sigurt, unë halas kam fol me ju, o thliqa me shaja, me mesazhe, unë halas kam fol, si të knojnë këtë kangë, se kam provu hala një herë, ishte e enjte. Shkosha në prova, vetëm provë në riqimi, se zgjarë shaza, vetëm risha me mikrofon. Fjoj, angth, i papam, deri momentin që bana një 4 sheringa kortizon. Zani më ardhi, sepse ata kanë efekt që ulin inflamacionin në sekonda, por ka konsekuenca mrapa se E vërtet, po. fryhesh nga ujërat e tjera, por zani të ik prap. Se thjesht shenjtë, pastaj edhe endet prap, ha? Por ishte me kohë, dhe unë morra një dozë shumë fort për pak kohë që më do të me dalë në skenë. E morë me përpara, më ardhi zani, e provova pak kangën vetë sa për fjalë, mos t'i tham gabim, se kisha provuar la. Dola në skenë, nuk e di se e knova, thjesht doli zani, e knova susin, kur kam arruat performancë, realisht, jemi sinqert, nuk e di ishte kështu sikur një lloj lirie, sikur fitova, da më thanë një gëzim, që thash, o zot, sepse ishte të këndosha kesh do iksha, kaq. Edhe do marrote komplet ëndra jeme, se u smura të hanin, ku di unë pse. Kështu që sado unë jam shumë kundër përdorimit të kortizonit. Nuk mund ta thush për Halal në këtë rast. Kështu që përdorni kortizonin. Kur keni me dalë një orë përpara se me dalë në skenë, vetëm. Ka qenë i sugjeruar nga mjeku, kam përshtypjen. Absolutisht, pa dhe mos të sugjerohet do e marrësha këtu, pom. Por që ishte nevojshme, ishte shumë e nevojshme dhe kjo ka qenë vetmja situatë që unë hala nuk e harroj dhe uroj mos t'i ndodhin askujt. Besoj të është kthyer në maksin tënd më të keq. Po disi ruhem tash kështu kam një, domethënë, nuk jam personi më i shnetshëm botë, mos të bëj kështu tash ti, por para se kam me knu dikum, po jam Cristiano Ronaldo komplet me dieta, Vërtet. me çajin, unë e urrej çajin. Pi çdo lloj çajit. Bam kështu fanatik si kur i dita na. Vetëm përpara se kam me knu. Mas i knoj jo, Ja futën sufllaqe pas. i birr. Për Okej. çfarë? Tani. Unë kam përshtypjen ka nga për shembull ata që janë tek rock and roll apo live music përgjithsisht e duan një birr përpara se të nisin. Jo, nuk mundem. Jo, domethënë po, e du një birr masi të kënoj. Përpara nuk ka shans. Jam pa tham kështu. Nuk e di çam noll. Çe ndodh zërit në rast se pi Nuk- i birr për shembull. Ka nga ata që për të ikur emocion. Nuk e ndodh, shiko, është ide që nuk ndodh asnjë gjë, por alkooli ka të vetin që than pa kordat, nga vet alkooli. Edhe thjesht para se të ngdoj, unë du të jem një 1000% që kështu që çdo lloj gjë që ka 1% të vogël që mund të më ikojnë për keq, unë e eliminoj para se me kënu. Mrapa kur kënoj, punët e mia. Edhe shumë mirë bën sepse disiplina duhet. Yes, duhet se s'ban. Tani është shumë e vështirë që në jetën tonë ne përpiqemi gjatë gjithë kohës. Themi po shkojmë në shtëpi. Për atë shtëpinë që ndoshta e kemi tonën ose e kemi me qera apo kush e di se si e kemi. Por realisht kam përshtypjen që shtëpia ka të bëjë me ndjesinë. Ti cilën konsideron shtëpinë tënde? Ku e gjen shtëpinë tënde? Shpinë teme. Okej, tash në Shkodër ka një vend tjetër. Në Shkodër bilet nga që më takon shumë rrallë për me ik, nuk më duket ma si shtëpi, më duket kështu si, nuk e di si mretëri pushimesh, nuk e di si kur është çdo gjë perfekt, çdo gjë. Është vendi më ideal që të pushosh. Por që okej, për hir të kësaj ndjesie që po çuj Shkodër. Shkodër, atëherë aty nëse shpirti aty gjendet mirë është ajo që meriton të quhet. Shkodra ka këtë vetin që Shtëpi. mundesh me në rahat, mundesh me bë qef dhe është vetëm vibe, asnjë gjë tjetër. Është vibe i gjallë. E ka këtë vetin apo? Edhe unë e ndjej këtë me Vlorën kur shkoj për Do dhe njëjti fenomen, nuk e di si shpjegohet, por
çuditërisht. Është rikthimi. Është rikthimi. Për Unë nuk e ndjej me qytet, unë e ndjej me shpinë time, domethënë realisht. Vetëm shpinë tane këtu. Po, jo, me shpinë time në fier. Po. Po kur jam aty brenda ambienteve të shtëpisë, kurse në qytet nuk e di. Më trishton se shoh se nuk kam njerëz. Kuptoj. Nuk ka më njerëz, nuk është më ajo jeta e dikurshme. Mos më bëj të qaj prap Viola. Edhe ajo energjia që dikur kishte ai qytet. Paktën ashtu si e kujtoj unë si adoleshente. Rëmuje ngrohtë. Duhet të ëmbëlsohemi pak. Është momenti të ëmbëlsohemi pak. Oh, po. Alice, dietë strikte apo bono? Nuk je në fazën e Cristiano Ronaldo tani, kështu që Jam larg. Okej. Kam edhe i muj kohë. Ma hidh mua aty. Pa atë, shumë mirë është. Okej. Kape? Nice. Do të të çojmë në agjenci marketingu për reklamë aty, është shumë i zotit. Ma hidh një herë, e kam do. Po. Okej. Mund ta hash tani. E kam për herë të dytë. Jo, mos. E fundit. E bono, faleminderit për sa herë që doni të ëmbëlsoheni. To mrekulli të ëmbla. Mos harroni croissant bono. Ja tek jemi. A dukem komplet normal me këtë reklamin? Nuk dukem i sforcum? Jo, normal, jepse. Okej, super. E kapëm një foto. Ja, pra, 2. Tani. Po. Duke qëndruar prap tek tematika qëndrore e këngës Nan. Ti flet aty për emigracionin. Po ne e sqaruam edhe diskutuam që mund të jetë përtej asaj, shkon përtej asaj. Po gjithsesi, ti vetë si artist, duke gjykuar sa mundësi ka vazhdimësia e karrierës dhe avancimi i vazhdueshëm, qoftë profesional, qoftë edhe ekonomik nga ana tjetër. E ke konsideruar ndonjëherë deri më tani ta zhvillosh karrierën tënde diku jashtë? Unë vdes për aventura. Domethënë, jam i hapun për çfarë do lloj aventure që më vjen përpara, sfida. Domethënë është ajo adrenalina e nevojshme që ma kërkon trupi, s'di si ta shpjegoj. Absolutisht, pse jo? Është një aventurë e re që t'jep disa mundësi të tjera për me shpreh veten, ndoshta edhe artistikisht, pse jo, mund të eksperimentosh pak më ndryshe. Kështu që pse jo? Jam i hapun, do isha i hapun për me vazhdu. Ke ndonjë shtet preferencial? Ku do të pëlqente? Po, në qoftë se do ta quajmë të përgjithshme që të përfshin globin, Anglia, Amerikë. Domethënë kanë qenë kryesisht në këtë gjuhë. Në qoftë se është për mu bë jashtë Shqipërisë. Nice, why not? Kemi diasporë të madhe në të dyja, edhe në Angli edhe në Amerikë, kështu që po në Amerikë kam përshtypjen që janë pak më të harreshëm edhe disi edhe më nostalgjik kur bëhet fjalë për përfaqësues të muzikës shqiptare që janë gjithmonë shumë gati të duart rokasin e të ndjekin vazhdimisht. Diasporë e cila nuk duhet haroj që në 16 maj. Të votoj Alice në kam shumë seriozisht. Tani nisim nga 14 maj. Çfarë duhet kemi parasysh Alice lidhur me procesin e votimit me aq statike dieni për gjithë ata që na ndjekin këto momente. E di që kemi njerëz që përshëndetje shumë e vogël, po që na shohin deri ku Arten? Në gjithë Europën dhe po se në fakt mund të votojmë vetëm nga Europa, po. Ashtë edhe një other. Po ju jeni në Kin, hajdeni dhe votoni nga Europa. Mos gaboj, ashtë edhe një pjesë tjetër që quhet other, që janë edhe për shtetet që janë për Amerikën edhe ma gjanë. Okej. Mos gabohem. Me sa kam dieni, por që e vetmi gjë që ti më the, që unë të kërkoj ose të them, është që presim me datë 14 vota. Kjo është e vetmja gjë, edhe shihoni këngën si edhe kalimi në finale është me votimin e publikut apo jo? Po, është e njëjta mekanizëm. Kështu që duhet të jemi shumë aktiv për të ndihmuar jo Alisin në këtë rast, po për të ndihmuar emrin e Shqipërisë që përfaqësohet në këtë rast. Nga Alisi që të jemi triumfator, urojmë. Unë jam
i sigurt dhe i bindur, të gjithë e dim që diaspora jonë është shumë aktive në rrjetet sociale, në YouTube, e ndjek, po themi, jetën artistike, sociale, kulturore, sportive të Shqipërisë dhe duhet që këta kanalizojnë në 14 maj dhe pastaj se unë jam i bindur që do shkosh në 16 maj dhe pastaj në 16 maj për Alisin edhe për Shqipërinë. Edhe e kam shumë seriozisht këtë që po them. Faleminderit. Ne shpresojmë, ne kryqëzojmë gishta, duam gjithmonë më të mirën, kështu që padyshim Falenderoj. të gjithë jemi aty për ty. Alisi. Që më rregullu ditën i tesh nuk e di që. Tani, nëse një djalë i vogël në Shkodër apo kudo tjetër, po të shes sot edhe ëndëron ashtu si ty, çfarë do i thoja? Absolutisht që duhet sakrificë. Duhet bileta duhet pagu për me kryu udhëtimin mrapa. Një bilet duhet jepet, duhet sakrifikohet diçka. Puna duhet, por e vetmja gjë që duhet jap ekstra është mundoni një 15% që ta shijoni. Vetëm këtë. Duhet ta shijosh se s'ban. Që mos të kthehet një, domethënë ideja është ta bash atë gjën që mos më të kthyn në punë, ta dush. Ose të kesh një punë që ti e don edhe nuk ndjehet sikur po punon. Ti jetë në formë të tillë. Tam, me përmendëm që asgjë nuk të shijon në rast se ti nuk e do. Dhe nuk e bën dot mirë në rast se ti nuk e do. Nuk del në atë formën më të mirë të mujtën. Kush ka qenë përkraja jote më e madhe gjatë kësaj kohe? Gjatë kësaj kohe, Desara bashkë me Erjetin. Të dy janë personat që realisht përpas familjes edhe por këto dy kanë personat realisht që kanë besu më fort tek unë disa pika që ndoshta ishin janë disa momente pikpyetjes që çdo artist i has. Cila është gjëja që thot më shpesh Desara përpara se të futesh në skenë? Absolutisht Desara më thot shumë gjana, por unë kam një veti temën që para se me dal në skenë kam një si formë që duhet të shkoj tek ajo zona jeme e energjisë. Thjesht kam disa xhiro vetëm. Pra, Okej, ke nevojë për pak qetësi. Po thoje që ajo thoj çfarë doj unë se dëgjoj hiç. Jo mor, sorry. Larg qoft. Sorry. Tesh fillon në ndjerës. Tesh më fillon në ndjerës. Po pse më? Jo mor, s'ka problem. Atëherë Desara është asi, unë e quj as, domethënë nuk e di, din me mi lidh ato tela që me më kthyat konfidencën në mënyrën më të mirë të mujtë. Nuk e di, thëm, ka marrë vesh më. Ka mban magji, se me ta thonë ma shkodranqe se kam thonë, mban magji mëra ja. Edhe absolutisht Desara me Erjetin kanë persone që kanë besu, kanë besu më në disa raste më shumë se që besosha vetë tek vetja. Këto dy. Si themi ne, të hedh sirën. Nuk e kisha një Të bën të hedh sirën, të bën magji. Yes, po. Këtë do ta kisha thënë unë në fakt, duke qenë se më përket magjisë. Se je nga Fieri, qyteti mistik i Fierit. Okej. Ups. Po më vendose në mendime në fakt. Bëje një magji tash që të dali mirë. Më vendose në mendime me ato që the që kanë besuar më shumë se mu kujtua edhe mua se sa e rëndësishme është kjo. Të gjesh njerëz që besojnë tek ty më shumë se sa ti beson tek vetja. Ata janë njerëzit e duhur. Kjo është ai fati që absolutisht nuk e di, kjo është mrekulli. O Alice, më lejo të ta bëj këtë pyetje. Megjithse do duhet që t'ju ftojmë të dyve bashk. Mos u lodh për momentin s'vjen ajo. Jo tani, më vonë. Po. Për t'ju bërë këto pyetje, se ndoshta t'ja merrja një mendim edhe asaj. Po dua ta kuptoj. Kjo magjia që të bën Desara, kjo sira që të hedh është diçka thellësisht po vetëm artistike, pra i natyre artistike të shpirtit që është mes jush, apo është edhe vërtet dashuria një çifti? Dua ta kuptoj. E ke ndarë ndonjëherë ti këtë gjë? Nuk arrit andaj se nuk arrit ta kuptoj se çfarë mrekullie është, po nuk më intereson për me dishifru sepse është mrekulli kaq. Është thjesht mrekulli, por që Desara, domethënë,
jep për mu më shumë se që jep për veten, edhe kjo është ajo gjëja që unë njihem mirënjohës. Edhe po I kthehem asaj pyetjes që është a ki frikë se zhgënjen dikë. Nuk du të zhgënjej këto njerëz që kanë dhënë më shumë se që kanë dhënë vetes. Këtë du t'i bëj gjithmonë krenar. Edhe do ta bësh. Ta bësh, jemi të Edhe do ta bindur për bësh. këtë. Ne po manifestojmë më shumë. Saj që tani do na vinë natë me veten, sikur të mos na kënaqen pritshmëritë dhe gjitha këto skenaret që kemi ndërtuar në kokën tonë. Kështu që ti jepi, bëj më të mirën tënde, jemi të bindur që do shkëlqesh aty. Thank you. Të urojmë shumë fat. Falenderoj. Do jemi të gjithë me gishtat e kryqëzuar për të duke shpresuar për një rezultat sa më të mirë, e sido që të shkoj, ti na ke bërë të gjithëve krenar. Alice, nuk e di nëse jemi drejt fundit apo jo? Jemi drejt fundit. Okej, meqense jemi Po drejt nëse fundit. kemi edhe diçka tjetër, Jo, në vazhdim të kësaj që the ti, Alice do të thoja thjesht këtë, së pari që është nder për mua dhe për Violën, që ti je sot me ne këtu. Falenderoj unë. Dhe është përveç se është kënaqësi. Dhe e fundit do të them diçka që na e ka thënë një tjetër I ftuar, të cilit ja kishte thënë pedagogu I tij, dhe unë po e citoj se mendoj që zë vend në këtë rast, në rastin tënd nuk ka rëndësi fiton, as fitona, shkon, nuk shkon, dile dhe shijoj. Bra. Kjo është perl. Dil edhe shijoje. atë biletën ku e kemi? Po, nuk e di si jeni me filmat ju. Shihni filma kështu? Ideja I takoj jo. Jo. Po, Mirë, në kjo përgjithësi. është pa datë edhe pa... Kinema Cineplex. Okej. Nice. Ka për ju të dy një bilet, është bilet çift. Është pa datë, kështu që mund të shkoni kurdo, pas Eurovisionit, më vonë, kur të ketë filmi juaj I preferuar, në Teg ose në QTU, në Cineplex për të parë filmin e preferuar, ta Thank you. gëzoni. Nice. Filmat e preferuar cilat janë? Filmat e preferum, atëherë thashë nuk është se shoh shumë filma, por unë kam dy zhanra preferum që është biografia edhe komedia. E po, një biografi pas disa vitesh do ta bëjnë edhe për këtë. T'lum goja. Alice, faleminderit Shumë shumë që ishe faleminderit pjesë e Alice, ishte shumë kinotekës. kënaqësi. Du t'ju falenderoj unë edhe po ju tham jeni mreta, se kjo është shprehja jeme, edhe sinqerisht ju falenderoj shumë për energjinë që më keni dhënë sot. Jam jashtëmasit mirënjohës. Shumë faleminderit. Faleminderit ty Shumë edhe ne u faleminderit. kënaqëm shumë suksese. Mos harroni të votoni në 14 maj. Është gjysmëfinalja ku Alici do të marr pjesë në Eurovisionin e vitit 2026, duke shpresuar për më të mirën që do ta shohim edhe në mbrëmjen e finales në 16 maj. Deri të mërkurën e ardhshme, mos harroni Një sekond. Po. Shiko, si mendon si kur ta mbyllim me një këngë që ta prezantoj Alici? Si Po. thua? Por përshëndesim Ne miqtan. do të shihemi të mërkurën tjetër. Ndërkaq, Alice, Yes. mund të prezantosh një këngë për ta mbyllur me Okej, që më ke bëj pyetje të vështirë më burrë, se kur thu një hajde gjatë të cilën. Okej, atëherë mund të them që tani dëgjoni kaq. Okej? Tani dëgjoni Bohemian Rhapsody. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'flen Nga filmit e libri, magjia që bashkon